administratën e drejtorisë së personelit në Ministrinë e Mbrojtjes. Që një okazion dhe unë ofrova në atë vend sepse po bëheshin ndryshimet në organikat pas vitet 91-92. Mirë po nuk e pranova dot atë pozicion pune, qëndrova shumë pak aty dhe u ktheva në arsim. Ishte një nga ëndrat e mia, ndoshta edhe për faktin që un kam një lidhje gjenetike me arsimin, rreth 7 mësues paraardhës edhe bashkohës, domethënë kushurinj e motra e njerëz të afërm që jemi në arsim të gjithë dhe kemi kontribuar për arsimin. Kështu që ju përkushtova arsimit, po me shumë dashuri, me shumë vullnet, me shumë punë. Se akoma në këtë moshë që ju e tha 32 vjet, në arsim unë prapë vazhdoj të punoj me të njëjtin intensitet çdo mbasdite. Zysha, pse zgjodhe pikërisht letërsinë? Në fakt nuk që një zgjedhje ime primare, po për shkak të një ceni në biografi që kishte familja ime, u detyrova ta ndjek fushën e gjuhës së letërsisë, jo se nuk e doja, por kisha diçka tjetër në mendje, më pëlqente mjekësia. Por për shkak se nuk çaonte dot baba im në atë kohë Komiteti Ekzekutiv të Drejtat e Studimit, më dhanë mundësinë, madje pas një viti që nuk më pranuan në universitet, të më jepnin mundësinë për të studiuar në gjuhëletërsi, po ka qenë pjesë edhe nën vetë dijes time, më pëlqente arti, letërsia, në përgjithësi filologjia.